Politikanët shpesh kanë përplasje me njëri tjetrin, por ka një element kyç që i bashkon dhe ai është tifozliku ndaj skuadrës kombëtare të futbollit. Sporti gjithmonë bashkon dhe jep mesazhe fantastike. Kosova ka shënuar një sukses historik në ndeshjet e grupit për botrorin e vitit 2026. Kryeministri Albin Kurti, i cili duket se është i prerë vetëm për politik, ka zbuluar një anë tjetër të karakterit të tij. Ai ka bërë një takim me futbollistët e kombëtares, duke i falendëruar nga zemra për emocionet që i kanë dhuruar atij dhe të gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë. Ju keni bërë që flamuri i Kosovës të ngrihet lart dhe të promovohet në të gjithë botën. Fitoret tuaja kanë bërë krenar kombin ton dhe ju falenderoj me zemër që në fush i jep në shpirtin për skuadrën. Unë e di dhe jam i sigurt të shpërblet për ti se i bërë maksimumin për flamerën e shenjtë dhe dame. Por kryeministri Kurti nuk është mjaftuar vetëm me fjalët inkurajuese për futbollistët e kombëtares, por kësaj here ka hapur edhe portofolin e qeverisë për to. Qeveria e Kosovës do të jap 500.000 euro për kombëtaren nëse arrin të kualifikohet kundër Slovakisë, ndërsa në rast kualifikimi në Kupën e Botës, Kurti ka premtuar shpërblim 1 milion euro për çunat e kombëtares. Ne e dim se ju luani me shpirt, por këtë gjë konsideroni si një dhuratë mirënjohje nga ne. Përpara Kosovë, gjithmonë me ty, është shprehur Kurti në takimin e veçantë që ka patur me futbollistët e kombëtares së Kosovës.